Si e përshkruni ecurinë e zhvillimit të forcës së sigurisë së Kosovës përkatësisht deri në marrjen e statusit të një ushtrie? Me përfundimin e luftës ka qenë një fazë jo lehtë, një fazë ku thjesht aktiviteti kryesor na është dashur ndihmesa e popullatës që të risistemohet. Do gjithë ai numër i njerëzve që patën dalë prej Kosovës gjatë gjithë kohës së luftimeve, një numër i madh, ndoshta mbi 80% i shtëpive të shkatruara, një ndjeshmëri e jashtëzakonshme, do thotë çdo luftëtar ka pasur edhe familjar që është dashur faktikisht të merret me ta. Dhe ka qenë ndjeshmëri e jashtëzakonshme e secilit prej neve, tentojmë bëjmë sa më shumë që të ndihmojmë popullatën t'i kthehen jetës. Siç e dini, në ditët e para pas lufte, ne kemi organizuar me fillimin e jetës në Suarek, kemi organizuar kuzhinën ushtarake në fabrikën ose kuzhinën e fabrikës Ballkan. Ne kemi organizuar faktikisht që ushtarët kanë gatuar për të gjithë ata që janë kthy deri në 2000 racione ose mbi 2000 racione kemi shërbyer faktikisht në ditë. Ka qenë atëherë ndjeshmëria shumë e madhe për shkak kërkesës së marrëveshjes që ka qenë të demilitarizimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Shumë prej djemve dhe vajzave faktikisht që e kanë dashur me shpirt ose që kanë dalë prej luftës, kemi qenë të obliguar faktikisht të dorëzojmë armë dhe pajisjet dhe t'i kthehemi jetës. Dhe me marrëveshjen për transformimin e UÇK-s në TMK, do të një numër shumë i madh ose më mirë me thoni 5% e tyre kanë gjetë vendin faktikisht strukturat e trupave mbrojtëse të Kosovës. Ka qenë një ndjeshmëri e kohës, jo kohë e lehtë, që t'ju thuhet njerëzve që nuk kemi mundësi faktikisht të sistemojmë gjithë.